Do t'jem pra edhe me kolegun Mariglen Kume. Mariglen, të përshëndes. Hajde të përshëndes. Dita e martë në fakt është në Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit është kthyer, po them, në një arenë e konfliktit fizik. Pasi sipas informacioneve që ne kemi mundur të marrim, një prej biznesmenëve të rëndësishëm i cili ka përfituar miliona euro tendera publik me inicialet AB, është konfrontuar me disa punonjës të Ministrisë Ekonomisë dhe Inovacionit dhe më konkretisht me punonjësit e KVO-s ose të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për rastet e tenderave. Nuk ka shumë informacione në lidhje me këtë, pasi njoftimi e kanë bërë punonjës të Ministrisë Ekonomisë, të cilët pasi janë bërë dëshmitar të përplasjes fizike, të konfliktit fizike mes komisionerëve të vlerësimit të ofertës dhe biznesmenit me iniciale AB, kanë lajmëruar policinë e shtetit. Ne kemi tentuar në fakt që të marrim një version zyrtar nga ana e policisë së shtetit, por nga këta të fundit kemi marrë një përgjigje se nuk janë njoftuar, nuk janë njoftuar të salla për një rast të tillë, duke e përjashtuar këtë mundësi deri më tani. Por sipas burimeve të sigurta të MCNTV nga Ministria e Ekonomisë, kjo ngjarje ka ndodhur pikërisht ditën e martë të kësaj jave, pra 2 ditë më parë. Nuk dihet konkretisht ende se cili ka qenë motivacioni i përplasjes fizike. Ne tentuam ditën e sotme, mëngjesin e sotme, që të tentuam të lidheshim më shumë se 2 herë me biznesmenin e fjalë me inicialet AB për të marrë një qëndrim të tij, por deri më tani nuk ka patur një reagim dhe pavarësisht se edhe i kemi shkruar dhe i kemi kërkuar që të komunikojmë për të marrë një reagim në lidhje me atë çfarë ka ndodhur ditën e martë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit. Tani, çfarë dim? Dim që rreth mesditës së së martës është njoftuar policia sepse ka patur një përplasje fizike, konflikt fizik që ka bërë që punonjës të ministrisë të njoftojnë policinë, e cila nuk jep një përgjigje në rrugë zyrtare. Nga ana tjetër, dim inicialet e biznesmenit, fjalë bëhet për tendera përderisa shkojmë tek antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Pra këtu, Mariglen, ne nuk po flasim për ngritje zëri që ndodhin në zyra apo në dikastere të tilla, por me sa kuptova, përderisa është njoftuar edhe policia, i bie që ka patur pra një përplasje. Pra është konflikt fizik. Megjithatë, nga informacionet që ti ke, bëhet fjalë për një biznesmen i cili është i fuqishëm nga mënyra se si operon. Bëhet fjalë për një biznesmen të fuqishëm që operon në fushën e ndërtimit, pra në infrastrukturë, por edhe në mjedis. Ka përfituar me dhjetra, mos në qindra tendera nga institucionet publike, me vlera që shkojnë në 10 miliona euro pra vlerat e tenderave. Dhe pikërisht qartësi është që konflikti ka qenë po në kuadër të procesit të tenderimit, pasi biznesmeni në fjalë me inicialet AB ka shkuar në Ministrinë e Ekonomisë dhe përplasja që ka vazhduar, pra ose që është krijuar, ka qenë me antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, pra dukshëm për një proces prokurimi publik. Megjithatë, nuk është ende e qartë se për cilin tender bëhet fjalë, pse është dashur që pra biznesmenit të shkojnë të takojnë drejt për drejt antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, pasi procedurat janë të qarta në momentin kur ka pa kënaqësi ose mos dakordsi në lidhje me procedurat e tenderave, ajo mund të bëhet një ankimim në komisionin përkatës dhe të ndiqet rruga ligjore, dhe se si ka mundur që biznesmeni në fakt të futet në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit dhe të arrijë që të ketë kontakt me antarët e KVO-s. E qartë, Mariglen. Faleminderit, të përshëndes.